Përshëndetje, tash kemi me fillu një trajtim me Rejuran Healer dhe Rejuran Eye. Janë dy produkte korane, janë ato inovative të cilat kanë disa indikacione. Janë kundër inflamacionit, shenjave të mbetura të në një puqre ose diçka tjetër që janë pjesë që duhet më shëru healer, është pjesë e skuqjes edhe atyre mikrorudhave të cilat nuk e dim nga na vinë, mirë po duken që komplet lëkura ma e plakon. Fillimi dhe i procedurës shkon me dezinfektimin e fytyrës dhe pas dezinfektimit të fytyrës fillojmë me aplikimin e tij. Aplikimi i tij bëhet në derë, në formë të mikrobuluseve, të cilat bëhen në një distancë prej 1 cm njëri prej tjetrit. Gjatë kësaj video do e shohim në vazhdim procedurën. Vendosim edhe syze, me po syzet mund ta lëndojnë këtë pjesën rreth e rrotullt. Dhe për që të arsye shkojmë në formën e cila është më e lehtë për pacientin. Produkti të cilin të përdorim është me acid hyaluronik edhe me argjend. Është produkt nga Dermapen, është produkt i sigurt. Pse nuk përdorim dezinfektues të tjerë, sepse mund të krijojnë tharje të tepërt të lëkurës. Pas tharjes së mirë të lëkurës, vendosim anestetikun lokal. Që procedura mund të ketë një dhimbje të lehtë dhe ku kemi mundësi pse të mos shmangemi. Vendosja e kremës bëhet në formë të një kremi të fytyrës. Ne bëjmë vendosjen në çdo sipërfaqe me një trashësi 0.2 deri në 0.3 mm. Që mos na shfaqet dhimbja gjatë injektimit. Injektimin do ta bëjmë në çdo pjesë të fytyrës, pa na shkaluar asnjë pjesë. Arsyeja është që kur të vijmë deri tek tërheqja e fytyrës të jetë simetrike në të dy anët e saj. Pjesën ballore nuk do e përdorim, arsyeja është sepse zonja më herët ka aplikuar botox. Do e aplikojmë edhe në pjesën e qafës dhe dekoltes, sepse kemi moshën ideale për aplikimin e polinukleotideve, e cila Rejurani e ka ardhjen prej ADN-s së salmonit. Për atë arsye, është më specifike dhe ka korson më të lartë. Kjo është Rejuran Healer, i cili ka sasi më të madhe, ka 2 ml, po 1 ml do shkojë në anën e djathtë, ndërsa tjetri në anën e majtë. Vetëm shihet ndryshimi me një herë. Apo dam të këta? Distanca mes buluseve është sa është gjatësia e gjelbërës unike që jenë bashkë me produktin. Apo dam të këta? Jo. Po du deri te veshi tamam, sepse pjesa e cila është më e plagur është pjesa e tragusit ku mblidhet. Që kështu. Pas aplikimit bëhet një masazh i lehtë. Pjesa e zbardhur në kupton që injektimi është bërë si duhet. Dhe përhapja po bëhet në formën e duhur. Pjesa anestetikut të edhe këtu gjithsesi nuk do e shmangim sepse rejon. Injektimi nuk bëhet në formë të dhunshme, bëhet deri qaq sa e thith lëkura. Apo dam? Jo.
Sa fillon ajo edhe e kthen, domethënë nuk pranon më shumë. Ndryshimi ka mu vrejt 100% bas 2 javë. Në javën e dytë fillon rreth efekti i saj, e cila është heqje totale. Kjo është realisht një trajtim për gjithë jetën, për që ata quhen trajtimi mirëmbajtëse, mi po preferohet të bëhet së paku 3 seanca në vit. Kur kemi një pacient i cili është më i ndihshëm, në ato raste unë e propozoj profilo. Pse? Sepse e bëhet vetëm me 5 shpime. Ndërsa Regjirani me shumë shpime. Syve e lëjmë me po me Regjiran Aj. Kjo është arsyeja që pishmangemi.
Rejuran Eye është një produkt i cili përdoret për largimin e rrotëve të syve të syve dhe mikrorrubave. Ky e bën që një fytyrë të duket famalinore. Ai është një produkt i sigurt dhe në dallim me biostimulues të tjerë dhe bioregenerues të tjerë, hapja e saj bëhet në mënyrë shumë të veçantë, që bëhet me largimin e saj, largohet pjesa dhe vendoset gjelpëra. Gjelpëra është shumë e vogël, e sigurt dhe e cila neve na mundson pa dhimbje. Aplikimin e bëjnë sa ma jashtë dermës, si lloj i Rejuranit është më i hollë, për shkak sepse lëkura në këto pjesë është më e hollë, dhe injektimi duhet të bëhet me një produkt i cili ka konsistencë më të hollë. Sa më shumë injektime, aq më i madh do jetë rezultati dhe efekti. Për atë arsye, mbajtja e gjelbërës bëhet në këndin 120 shkallë në raport me sipërfaqen, që injektimi të jetë sa më sipërfaqësor, vetëm në dermis. Keni kujdes ku i aplikoni, gjithsesi duhet të jetë mjek. E bëjmë një farforme të radhitjes, që mos ta kemi diku ma shumë, diku ma pak, po të shkojnë në formë të ekuilibruar, dhe të ketë harmonim në fytyrë. Duhet të bëhet aplikimi total i gjithë shiringës, atëherë ajo është gati për të hudhur. Ma nuk mbet asgjë në shiringë. Pas aplikimit, bëhet një masazh i lehtë. Tamponët janë steril, të cilët i bëra me tretje fiziologjike që t'jenë më të shitshëm gjatë kohës së masazhit të lehtë. Këshillat pas trajtimit me polinukleotid është që mos e prekni, mos e ngacmoni, mos e masazhoni, mos flani me kokë poshtë, mos bëni sa unë dhe pini ujë sa më shumë. Pse? Uji lidhet me polinukleotid dhe bën që aktivizimi i kolagjenit dhe acidit hialuronik në fytyrë dhe trup, sepse organizmi normalisht përmban edhe sasinë e saj natyrale, bën që të aktivizohet në sasi më të mëdha. Dhe shumë fishohet efekti i saj. Sa më shumë që pinoj, efekti është më i madh tuta. Tash pas kësaj, na si klinikë e përdorim produktin Cover Recover, sherk, i cili është me SPF, që ju tash ta keni një ditë normale, me qenë të mbrojtur nga dielli dhe që përmban acid hialuronik. Vendet e shpimit kanë qenë shumë të vogla, gjarderi nuk kemi, po pjesa e skuqme e fytyrës mos më na reflekty. Kiste bullusëve, kjo ka një farsi me hongër menta, një ngjësit si me mentë apo vrengë. Është shumë normale, do të thonë pjesë e produktit. Vetëm të lutëm pi ujë, dhe mos u shqetëso për këto mikrobulluset, sepse këto do zhduken brenda 24-48 orëve. Pas një javë do jetë efekti i parë, mbas 2 javë do jetë efekti maksimal i cili do të shoqërojë gjatë gjithë vitit. Të preferuar pas një muaji nëse je, me arë me bu trajtimin e fazës së dytë. Në 3 tretmane në vit.